Nëse pini ujë me limon para gjumit për 30 ditë, nuk do ta besoni çfarë ndodh trupit tuaj. Uji me limon është i njohur gjithashtu se mund të ofrojë një sër përfitimesh të rëndësishme për organizmin, gjithashtu edhe për shëndetin tuaj në tërësi. Përfshirja e ujit me limon në përditshmërinë e recetave tuaja mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur organizmin e shëndetshëm dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shtimi i ujit me limon në përditshmërinë e recetave tuaja mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj në tërësi. Ndër vetitë e limonit është një burim i pasur i vitaminave dhe mineraleve që ai ofron me shumicë. Ai përmban gjithashtu nivele të larta të proteinës, karbohidrate dhe sheqerna. Limoni është një nga burimet kryesore të vitaminave dhe mineraleve të ndryshme, të tilla si që është për shembull hekuri, gjithashtu magnezi, fosfori, kalciumi dhe zinku. Megjithatë, disa lëndë ushqyese që gjenden me shumicë të limoni mund të ndihmojnë së tepërmi edhe në mënyrë efektive të ofrojnë përfitime të mëdha shëndetësore. Rekomandohet që ta përfshini limonin vazhdimisht në dietat tuaja ditore. Ndikimi që ai ka në shëndet do ta kthejë atë një prej produkteve më të rëndësishme ushqyese që mund të shtoni pa frikë në dietën tuaj. Sipas Healthline, në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nëse konsumoni ujë me limon çdo ditë. Një nga përfitimet kryesore që do të vijnë nga konsumi i ujit me limon është aftësia e tij për të trajtuar dhe parandaluar problemet e gurëve në veshka. Zakonisht gurët në veshka dalin jashtë nga trupi pas shumë shqetësimeve, por ndonjëherë mund të bllokojnë edhe rrugët urinare dhe të shkaktojnë gjithashtu dhimbje të forta. Shtimi i ujit me limon në vaktet tuaja ditore mund të ndihmojë së tepërmi në këto raste. Uji me limon gjithashtu është një ndihmë shumë e mirë në lehtësimin e kapsllëkut. Prandaj pini ujë me limon çdo ditë për të marrë përfitimet të tij dhe për të lehtësuar problemet e tretjes. Shtimi i ujit me limon në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje e mirë e shëndetit. Gjithashtu mund të ndikojë pozitivisht edhe në luftën kundër infeksioneve. Limoni është një nga burimet e jashtëzakonshme të vitaminës C, që mbron trupin e njeriut pavarësisht mungesës së sistemit të dobët imunitar. Ekspertët e cilësojnë ujin me limon si një burim të mirë të acidit citrik, kaliumit, kalciumit, fosforit, gjithashtu edhe elementëve të mirë të magnezit. Falë këtyre ushqyesve dhe jo vetëm, pirja e ujit të vakët me limon do të parandalojë edhe rritjen e shumë bakterieve që shkaktojnë infeksione të ndryshme në organizmin tuaj. Uji me limon do të rregullojë pH-in dhe do të ndihmojë gjithashtu në detoksin më të mirë të trupit. Pirja e ujit me limon ndihmon në mbarvajtjen e sistemit të rëndësishëm të organizmit. Nëse e pini atë në mëngjes do të përshpejtoni sistemet tuaja dhe do të pastroni gjithashtu organizmin tuaj nga toksinat. Uji me limon është një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur gjithashtu një tretje më efektive. Pirja e rregullt e ujit me limon mund të ndihmojë në rregullimin e sistemit tretës, por gjithashtu edhe në prodhimin më të mirë të lëngjeve tuaja biliare. Pirja e rregullt e ujit me limon mund të zbuzë gjithashtu simptomat e urthit dhe të ndihmojë në prodhimin e lëngjeve tretëse. Për më tepër, fibrat që gjenden te limoni janë shumë të mira për shëndetin e zorrës së trashë dhe shërbejnë gjithashtu si antifungal të rëndësishëm, duke mbajtur larg komplikacione dhe duke nxitur një organizëm më të shëndetshëm. Truri, mëlçia dhe lëkura juaj do të përfitojnë gjithashtu nga vlerat e ujit me limon. Përveç se ndihmon kundër ftohjes, uji i vakët me limon ndihmon gjithashtu edhe në rigjenerimin e qelizave tuaja të reja. Uji me vakët me limon forcon energjinë në trup dhe përmirëson shëndetin e mëlçisë. Sa i përket lëkurës, ky lëng natyral parandalon formimin e akneve dhe të rrullave. Ai gjithashtu ndihmon në mbarvajtjen e shëndetit të mirë të syve dhe i mbron ato në mënyrë të rregullt. Shtimi i ujit me limon në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj në tërësi. Ekspertët e Healthline cilësojnë ujin me limon si një prej përzgjedhjeve më të rëndësishme ushqyese me ndikime të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve.
Uji me limon është një pije që ndikon pozitivisht në aspektet tuaja të shëndetit. Uji me limon mbron sistemin kardiovaskular. Limoni është një frut i pazakontë i dalluar nga shija e tij acidike dhe ngjyra e bukur e verdhë, por ajo që dihet më pak është se vepron në favor të shëndetit kardiovaskular. Limoni përmban vitaminën C dhe antioksidant, të cilët janë të dobishëm për shëndetin e zemrës. Së bashku këta element ndihmojnë gjithashtu edhe në ruajtjen e elasticitetit të mureve të sistemit tonë të gjakut. Këto veprime luftojnë gjithashtu shkaqjet e kolesterolit, hemoroideve variqeve, presionit të lartë të gjakut dhe problemeve që sjell arterioskleroza. Disa studime kanë treguar gjithashtu se marrja e rregullt e flavonoideve dhe frutave agrume në dietën tuaj ditore mund të sjellë një sër përfitimesh pozitive në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, përfshirja e ujit me limon vazhdimisht në vaktet tuaja mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira për mbrojtjen e organizmit. Ekspertët e Healthline citojnë se shtimi i ujit me limon në vaktet tuaja ditore mund të jetë një ndihmë e mirë e organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve, duke i dhënë kështu shëndetit edhe vetitë e tij antioksiduese. Një nga përfitimet kryesore të pirjes së ujit me limon është profili i lartë i antioksidantëve çaji i bardhë. Konsumi i rregullt i këtij lëngu mund të bëjë të mundur edhe efektivitetin kundër problemit të radikaleve të lira. Këto të fundit marrin pjesë në plakjen e përshpejtuar të qelizave dhe degradimit të syve. Stresi, alkooli, duhani dhe dieta e keqe, të gjitha këto mund të eliminojnë edhe energjinë e zhvilluar. Duke luftuar kundër radikaleve të lira, uji me limon lejon që metabolizmi juaj të funksionojë si duhet në nivele vërtet optimale dhe të mbani larg komplikacionet e tij. Shtimi i ujit me limon në përditshmërinë e recetave tuaja mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj dhe vetitë e tij do të luajë një rol të mirë parandalues. Uji me limon ndihmon në humbjen e peshës dhe eliminimit të yndyrës. Limoni është i njohur për vetitë e tij në humbjen e peshës. Ai është i pasur me aftësi të ndryshme interesante që ndihmojnë në humbjen e kilogramëve të tepërt. Uji me limon mund të ndryhej edhe në shkrirjen e yndyrës dhe rritjen e metabolizmit tonë. Kështu i lejon trupit tuaj të funksionojë me kalori për më mirë. Për këtë arsye mund të djegë më shumë yndyrna dhe kalium dhe gjithashtu uji me limon është i ulët në kalori, gjë që është një alternativë e shkëlqyer kundër pijeve industriale, të cilat janë shumë të ëmbla dhe me shumë kalori. Uji me limon është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese kundër diarres. Virtytet astrigente të limonit dhe rrjedhimisht uji me limon e bën atë një aleat të mirë në luftën kundër diarres ose në parandalimin e gastroenteritit. Nëse keni probleme me tretjen ose vuani nga diarreja, rekomandohet të pini ujë me limon çdo mbrëmje përpara se të shkoni në shtrat. Do të forcojë kështu sistemin tuaj imunitar. Siç e përmendëm më parë, uji me limon përmban gjithashtu vitaminën C dhe vitaminën B9. Këto lëndë ushqyese janë thelbësore për funksionin e duhur të sistemit tonë imunitar, e përrjedhojnë të gjitha mbrojtjet tona natyrore. Limoni është veçanërisht i përqendruar në vitaminën C, që e bën atë një aleat interesant për të konsumuar gjatë gjithë vitit, veçanërisht kur afrohet dimri. Përveç kësaj, vitamina C ndihmon në luftën kundër lodhjes dhe humbjes së moralit. Prandaj ne mund të konsumojmë ujë me limon rregullisht ose gjatë recetave detoksifikuese për disa javë për të shijuar përfitimet e tyre. Uji me limon mund të përdoret si një alkalizues i trupit dhe si një pije diuretike. Limoni është një pije shumë e fuqishme me veti pastruese dhe diuretike. Ndikon në eliminimin e toksinave nga trupi, por gjithashtu mbështet mëlçinë dhe misionin e saj, si dhe veshkat dhe fshikëzën e tëndhit. Me pak fjalë, limoni pastron trupin, gjë që lejon organet të punojnë më mirë dhe më lehtë. Të gjitha këto veprime lejojnë limonit të mbështesë tretjen dhe përpjekjet tona për ta asimiluar lëndët ushqyese. Gjithashtu e bën më të lehtë largimin e toksinave dhe mbeturinave nga trupi, të cilat kalojnë në veçanti përmes veshkave. Vëmendje. Ju bëjmë ndje se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.